Me 79 vota të mazhorancës socialiste dhe 3 vota të deputetëve të Partisë Social-Demokrate, më 12 mars Kuvendi i Shqipërisë rrezoi kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit parlamentar të Belinda Ballukut, e cila akuzohet për veprën penale shkelje barazisë në tender gjatë procesit të ndërtimit të tunelit të Llogaras në kohën kur ishte ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës. Refuzimi i kërkesës së SPAK për autorizimin dhe arrestimin e Ballukut shkaktoi reagimin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, ambasadës gjermane, holandeze, suedeze, britanike, të cilat kërkonin mospengimin e organeve të drejtësisë në hetime ndaj Ballukut. Edhe Komisioni Evropian në reagim theksoi se mbajtën shënim votimin e Kuvendit dhe se angazhimi për sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit janë të një rëndësie thelbësore për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Por ky standard i kërkuar nga Bashkimi Evropian sjell në vëmendje kohën as pak të largët kur Parlamenti Evropian refuzonte heqjen e imunitetit të 3 eurodeputetëve. Vetëm 5 muaj më parë, më 7 tetor të vitit 2025, Parlamenti Evropian refuzoi kërkesën e qeverisë hungareze për heqjen e imunitetit të eurodeputetëve Peter Magyar, Ilaria Salis dhe Klara Dobrev. Autoritetet hungareze kishin kërkuar heqjen e imunitetit të tyre në kuadër të procedimeve ligjore kundër këtyre deputetëve. Megjithëse votimi u zhvillua me votime të fshehta, nuk dihet se cilët eurodeputet votuan për ruajtjen e imunitetit të Salias dhe cilët kundër, njësoj si Parlamenti shqiptar. Megjithatë, rezultati i votimit tregon se disa eurodeputet nga grupet e djatha politike thyen në rreshta dhe mbështetën ruajtjen e imunitetit të 3 eurodeputetëve të përmendur, pavarësisht pozicioneve zakonisht konservatore të këtyre grupeve. Salis u arrestua në Budapest në shkurt të vitit 2023 gjatë një proteste kundër një tubimi neonazist në Europë. E në atë kohë Salis ishte mësuese dhe aktiviste për të drejtat e njerëzit. Ajo kaloi më shumë se 15 muaj në paraburgim në Hungari, duke pretenduar se kishte përjetuar kushte të ashpra dhe shkelje të drejtave të njerëzit. Ligji hungarez u lejon eurodeputetëve të marrin mandatin me njëherë pas zgjedhjes, çka bëri që Salis të lirohej nga burgu për të shkuar në Bruksel. Megjithatë, zgjedhja e saj në institucionin evropian nuk joqi akuzat dhe as nuk e ndaloi gjyqin, çka do të thotë se Budapesti mund t'i kërkonte Parlamentit Evropian heqjen e imunitetit për të përfunduar procesin.